Apeli i gjykatës së posaçme ka lënë në fuqi dënimin me 1 vit burg për kryetarin e bashkisë Rogozhin, Edison Memolla, duke e shpallur vendim të formës së prerë. Memolla u gjet fajtor për veprën penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje kryer në bashkëpunim me 3 persona të tjerë. Vendimi u dha fillimisht nga GKKO më 24 janar 2025 dhe sot u konfirmua nga apeli. Kryebashkiaku nuk ishte i pranishëm në seancë, por u përfaqësua vetëm nga avokati i tij. Përveç dënimit me burg, gjykata la në fuqi edhe ndalimin për të ushtruar funksione publike për 5 vite. Pas këtij vendimi, Bashkia e Rogozhinës mbetet pa kryetar, ndërsa pritet që të shpallen zgjedhjet e reja vendore. Ndërkohë qarku i Tiranës mbetet tashmë pa 2 drejtues bashkish pas dënimit të Erion Veliajt dhe Edison Memollës. Kamera e televizionit Apollon ishte në ambientet e bashkisë së Rogozhinës, e cila aktualisht mbetet pa drejtues. Me mikrofonin tonë ne pyetëm qytetarët e Rogozhinës për zhvillimet e fundit dhe për ish kryetarin e tyre, Edison Memolla. Çfarë them atje është bashki private, edhe ka bashki shtetërore. Ka private dhe s'kan, ma pas ankesën, aty ka problem, nuk zgjedh asgjë. Së më kanë këtë rrugë. I kanë bërë shtëpi gjithë ti fugarasi ka bërë shtëpi. Për mendimin tim duhet të ishte pezulluar me kohë, se nuk po punon për popull, po punon vetëm kanë punuar për vete. I ndajnë njerëzit me parti. Edhe unë kam shumë probleme për dysh. Me ditë kam shumë probleme dhe s'ka zgjidhje asnjë lloj problemi për bashkia, vetëm nga tromb. Kjo bashkia e Rogozhinës që ka punuar vetëm për vjet. Shkrepet e bashkisë Rogozhinës nuk kanë naftë për punuar për bashkinë. Kanë na për punu privat.